unë ati nuk I kam zënë bes kur. Asune totalisht. Unë si nuk po them... Kërkujt si zombis, tamam. Jo, ta ai kam ndjerë një lloj... Po e di, ma ke thonë gjithmonë. Ta kam thënë gjithmonë. Allë unë gjithmonë jam kanë, Apo jo? në atenti. Gjithmonë jam kanë. Pra, gjithmonë e kam ndjerë që në fillim, dhe e kam bajtur të, pavarësisht me ty e kam shprehur, që e kam ndjesim, e kam intuitë, dhe ma jep një njeri këtë gjë. Në veprime, në shikime, në sjellje, ma jep atë ndjesim. Edhe ke edhe bagazh jetët që me I njoft më shpejt. E kam pasur gjithmonë këtë gjën. Megjithatë, për shkak edhe teje, okej, e kam bërë ha, hi, por e kam pasur këtu gjithkohës dhe prandaj e kam thënë kam bërë shumë gabim. Unë mendoj që ka qenë strategjia e tij që 2-3 njerëz që ai ka pikasur që mund të jenë kockë fort, ka mbajtur urtë e butë për të ardhur në një moment tani edhe për të sulmuar. Se kur vinë debatet apo sulmet nga hiçi, unë I mendoj planifikuara. Po, normal. Pra që ka një lloj strategjie mbrapa. Po, që ashtu edhe në rregull me Ken, po të paktën mbane me diçka që të ketë. Po, tani ti më thua mua, pse u afrove ti me mua, pasi dola unë I preferuar se ta thave publik. Pse nuk e tha para meje, se ja kisha dhënë unë përgjigjen. Pikërisht. E kupton? Se tha para meje. Kështu që unë e vetëm një gjë nuk më pëlqen, realisht të them, me kanë fallës te kjo pjesë. Edhe që edhe të pjesa jam e Elions, për shkak unë I thash Elions, ajo thotë që unë ja kam shfrytzu asaj, kurse unë edhe shumë banor këtu I kanë thënë që ajo ka shfrytzu për shkak pjesën me mua, te I mase. Edhe Elions. Prit. Çikma. Thjesht Çikma tutje. Po, unë thjesht nuk jam budall. Unë sot që I kam raportin e mirë, unë I kam gjithmonë syt hapun, e këshyri çdo gjë, gjithmonë I kam këshyr. Edhe unë e kam prit për lëndrimit që ai e ban, sepse unë e ka ditë ai shumë mirë që se bajnë. Se unë nuk të sulmoj kot. Nëse kam diçka reale, ose nëse kam një mendim unë vjet ta shpreh më një herë, nuk e llogaris katë ditë. Se kjo pyetje nuk besoj që Çfarë përgjigje keve unë për ta kur dalësh jashtë do është tim lëndrim? Ma po. Prap, se cili ka... Jo, nuk ka lidhje. Tani, qofse ai ka qenë I zgjuar, e ka kuptuar që nuk ka lidhje thjesht me afërsinë, se unë afërsi kam edhe me njerëz të tjerë. Ndoshta me ty, nga që ishte që nga momenti I parë, kam diçka më shumë. Po unë I dhash në mënyrë indirekte kë vlerësoj më shumë këto të dy. Po, e di. Vlerësim, hiq pjesën emotive. A diçka është diferenca mes meje e ti? Hiq pjesën emotive. Që ai një farë mënyrë, di sa hera shpreh, edhe mendon që unë e kam I natë, nëse ai ka dali preferuar, apo me diçka. Unë sinqerisht e them, e kam thënë 100, unë nuk e kam pikën e xhelozisë për kërkan këto. Se unë e njoh veten, edhe unë jam shumë I kënaqur me veten, e me çka kam, e nuk e kam asnjë arsye unë me jetu një eksperiencë këtu me xhelozi. Sa është dëmtimi I parë që I ban vetes. Atëre, dyja e kishte vënë atë parukën, edhe erdhi një moment e po bënte kështu si vudu. Edhe kush ishte afër meje, se mbaj mend. Benita, siç I tha një gjë, erdhi te unë dhe ja bëri më shumë pozitivitet. Tani, le të çohet nga I pari deri tek I fundit dhe le të thotë që Gerta ka negativitet. Për mua nuk është negativitet, unë e them seriozitet. Që për moshën që ti ke, ku është negativiteti? Bile këtë e kemi diskutuar dhe ka fillimi që më thojshë normal, më thojshë ti mu zi që kena pas diskutuar në ti diçka që më thonë, ti e ndryshë si ti e moshë dhe, dhe gjona ty të kanë hije, mu nuk më kanë hije, edhe kjo thjesht vjen të seriozitet, ti të ke fundja, jashtë të ke, ti jashtë I e dikosh, e keni karrierë. Ti e din, të ke fundja, ti e një shumë mirë që këto, çdo lëvizje gabuar, ty mundet me të bë dëm. Bravo. Okej? Kjo nuk do të thotë që ti je negative, po ndoshta ti me shpreh një pozitivitet, një lloj mënyre mund të keç kuptuar se jo. Po prapa, unë për mua është seriozitet ai që ti ke pas. Pse duhet përkthyer në negativitet? Edhe te pjesa e Benitës kur erdha ditë, unë me Benitën në lëndrimin, po me një diskutim të vogël, sepse ata mendojshin ndryshe, kurse unë jo që të mbrojsh aty. Unë nuk e kam interesin me të mbroj ty. Kur ti t'jesh gabim, unë dal kundër, nuk më intereson sa çfarë raporti kena. Ama ta jo pjesë realisht, unë nuk kam pa xhelozi prej teje. Jo, fare. Unë kam pa pakënaqësi që ti ke pas me ato që ti ke kërkuar edhe më herët. Plus për mbledhje gjanave tjera.
Masane qysh në rrjedhi mu e ty situata është krejt ndryshe, nuk ka të bajnë hiq me flokt, po me raportin. Po, edhe është gjë e jona, që e folme. E folme dhe e diskutuam. Po, te ajo pjesë, edhe atë për shkakun këta më thëshin mu pse pe mbron. Unë negativitet nuk kam tregu me askënd, po të kisha tregu se kur dy fije negativitet. Unë nuk do kisha raporte të mira më tërë. Unë e kam fitu këtë raport të mirë me njerëzit, me pozitivitetin që më karakterizon. Unë besoj para... Nëse unë grezërin për favorizim dhe jo favorizim, është e drejta ime dhe nuk negativitet ajo. Dhe nuk ka të bëj as me emra konkret, as me gjë. Fare zero. Mund të ishte, është Benita, po themi mund të ishte ti, mund të ishte tjetër, mund të ishte tjetër, mund të ishte kushdo. Në momentin që unë shoh favorizim, të ngrezërin vlla, jemi banorë të barabartë. Kjo, vetëm kjo s'është negativitet. Apo puna e masazhet, që unë mas pilafit kuptoj O dhe aty e kam thonë, a di qka, shqyqyr që, para se me fol jo, shqyqyr që, ai erdh një ditë përpara, nëse natën përpara, nëse nuk gabaj e diskutoj me mu, edhe unë i thash, realisht nuk po më kujtojt shumë, po me asë sa më kujtojt mu, reagimin ajo ka pasën hajgare. Po! Edhe ja thash, une një gjo, besom një gjo e kam pirë une, që mendoj, s'po du me amajt vetës, por, në gjdo situatë une munoj me kënë sa ma real. Po i majtë krahin kërkujt, të betohem. Po, realisht, kështu duhet. Që unë të vetja këtu mrena, kam baluj, a kam kryu do gjona, herë bal për bal, herë tu sil, për shumë me Albën, me Shkurtën, kërë kanë minutin e këta, ajo vla është pjesë e jeme, unë e zgjedhi, adin, normal, unë e, po. E di qa kuptoj unë, do me dhe përvec se është ajo analiza shumë e saktë, që ti po ma konfirmon, edhe me këtë gjën që ka bërë me ty, pra i e ka bërë me vetdije këtë pjesë, e ka kërkuar me vetdije, unë besoj që po. Në një farë mënyre të ka përdorur në thonjza, duke qenë se ishe një person afër meje, se mos kishe qenë ti unë në ndrime si shabër. E di. Kjo është pak për e sigur. Normal. Po, duke qenë ti unë... në mes, okej, thash, rregull. Edhe më shumë për një raport, se kur ty të vlerësoj dhe ti rrime të kë që unë nuk e vlerësoj, do s'do kanë ngërqe. Po, prapë se prapë... Hajtë thash po e kaloj. Su dasht me kryu, unë e qëllimi jam nuk ka kënë kur përshamu ju me kryu një raport të mirë. Jo, po kuptoj këtë, që përveç se të thash që pas ka qenë strategji, ai nga që s'ka ku kapet në një farë mënyre, po kap ca budallëqe, ca detaje koti, masazhi, nga hiçi realisht. Kjo puna e flokëve, puna e gjumit, sepse realisht nuk ka ku kapet.